Ajo e mori tortën e dasmës me 2 kate dhe ja hodhi në kokë vjehrës përpara 300 të ftuarve. Ajo që ndodhi prapa skenave, gjë që askush nuk e pa, ishte edhe më e keqe, dhe ajo që bëri dhëndri milioner kur zbuloi të vërtetën i la të gjithë pa fjalë. Kjo histori hakmarrjeje dhe drejtësie do t'ju mbaj pa frym deri në sekondën e fundit. Por për të kuptuar si arriti gjithçka në atë moment shkatërimi të pastër, duhet të kthehemi disa muaj pas në kohë. Sepse kjo histori nuk filloi me një tortë që fluturonte në ajër. Filloi me një buzëqeshje të rreme dhe një shtrëngim duarsh të ftohtë në një mbrëmje shtatori. Para se të vazhdojmë, mos harroni të abonoheni në kanal dhe të komentoni emrin tuaj dhe qytetin nga ku po na shikoni. Marco Wellington kishte gjithçka që një burr 32 vjeçar mund të dëshironte. Ai ishte pronari një kompanie teknologjie me vlerë miliona, jetonte në një apartament luksos në Manhattan dhe ngiste makina që shumica e njerëzve i shihnin vetëm në revista. Por ajo që e përkufizonte vërtet Markon nuk ishte parat, ishte zemra. Një zemër që rrite fort sa herë që ai shikonte nënën e tij, Helenën. Helena Wellington ishte 60 vjeçe, me duar të shënuara nga dekada pune të palodhur. Ajo kishte kaluar gjithë jetën duke qepur rroba për të tjerët, duke punuar 16 orë në ditë për të rritur e vetë me djalin e saj, pasi burri i kishte braktisur kur Marco ishte vetëm 3 vjeç. Ajo kur nuk u ankua, kur nuk qau para djalit. Thjesht punonte, buzëqeshte dhe thoshte, një ditë, biri im, do të kesh gjithçka që unë nuk pata. Dhe Marco e pati. Ai studioi me bursa, punoi ditën dhe studioi natën dhe ndërtoi një perandori nga hiçi. Dhe gjëja e parë që bëri kur parat filluan të vinin ishte t'i blinte një shtëpi të bukur nënës dhe t'i thoshte, tani është koha të pushosh, mami. E meriton. Helena doli në pension, por kur nuk pushoi së qeni ajo që ishte, një grua e thjesht, besimtare, që vishte fustane me lule dhe adhuronte të bënte tortë me karrota për djalin çdo të diel. Ajo nuk i kushtonte rëndësi markave luksoze apo eventeve shoqërore. Ajo donte vetëm ta shihte Markon të lumtur. Dhe pikërisht në një nga këto evente shoqërore Marco njohu Veronique Sinclair. Gala bamirëse po zhvillohej në një nga hotelet më luksoze të New Yorkut. Marco ishte aty sepse kompania e tij ishte sponsore. Ai po qarkullonte në sallë duke përshëndetur njerëz kur e pa. Veronika qëndronte pranë një kolone mermeri me një fustan të kuq që dukej sikur ishte pikturuar mbi trupin e saj. Flokë të zinj, të krejur në mënyrë perfekte, i binin mbi shpinë. Grimi i përsosur, qëndrimi i dikujt që e dinte saktësisht efektin që shkaktonte. Ajo i buzëqeshi. Marco ju afrua dhe atë natë u dashurua. Veronika ishte gjithçka që Marco mendonte se donte. Ajo ishte e sofistikuar, dinte të fliste për art, biznes dhe politikë ndërkombëtare. Ajo frekuentonte të njëjtat rrethe si ai, njëtë njerëzit e duhur dhe kishte atë mënyrën për ta bërë Markon të ndiej i rëndësishëm. Ai nuk e dinte që gjithçka ishte e llogaritur, që çdo buzëqeshje, çdo prekje në krah, çdo fjalë e ëmbël ishte e provuar. Veronika Sinclair nuk po kërkonte dashuri, ajo po kërkonte një çek të bardhë. Pas 3 javësh takimesh intensive, Marco e çoi Veronikën të njihte nënën. Ishte një pasdite e së dielës në shtëpinë e Helenës. Tryeza ishte shtruar thjesht, mbulesë tavoline me grep që Helena e kishte bërë vetë, pjata të bardha të thjeshta dhe torta e famshme me karrota në qendër. Veronika hyri në shtëpi dhe Marco pa një shkëlqim në sytë e saj, por nuk ishte shkëlqim mahnitjeje, ishte një shkëlqim vlerësimi, sikur ajo po llogariste vlerën e çdo objekti aty brenda, ose më mirë, mungesën e vlerës. Helena e priti Veronikën me një përqafim të ngrohtë. Mirë se erdhe, zemër. Marco ka folur aq shumë për ty. Veronika ja ktheu përqafimin, por trupi i saj ishte i tendosur. Ajo buzëqeshi, por buzëqeshja nuk i arriti sy. Faleminderit, zonja Helena. Shtëpia juaj është e ngrohtë. Marco nuk e vuri re tonin, por Helena po. Fjala e ngrohtë ishte thënë me një nuancë përçmimi, sikur të ishte kod për të vogël dhe pa stil. Ata u ulën në tryezë. Marco ishte rrezatues, fliste për punën, bënte shaka, përpiqej ta bënte gjithçka të këndshme. Helena shërbente drekën që kishte përgatitur me aq dashuri, oriz, fasule, biftek me qep, sallatë. Ushqim i thjesht, por i bërë me zemër. Veronika hëngri pak. Luante me ushqimin në pjatë, duke bërë fytyra sikur po përpiqej të ishte e sjellshme. Kur Helena i ofroi edhe një porcion, ajo tha, "Jo, faleminderit. Jam në dietë." Marco qeshi.
Ah, dashuri, nuk ke nevojë për dietë. Ha pak më shumë. Ushqimi i nënës sime është më i miri në botë. Veronika detyroi një buzëqeshje. Jam e sigurt që është i dashur. Pas drekës, Marko shkoi në banjë dhe ishte në atë moment që gjithçka ndryshoi. Helena po lante enët në lavaman kur Veronika iu afrua. Maskara për saktësisht 15 sekonda. Veronika e pa Helenën me një ftohtësi absolute dhe tha me zë të ulët, e di që ai meriton dikë më të mirë se kjo këtu, apo jo? Helena ndaloi se lari pjatën dhe u kthye ngadalë. Si the? Veronika tashmë kishte rikthyer buzëqeshjen. Thash që ushqimi ishte i shijshëm, zonja Helena. Faleminderit për drekën. Marko u kthye pikërisht në atë çast. Gjithçka në rregull këtu? Gjithçka shkëlqyeshëm, u përgjigj Veronika duke i vënë dorën në krah Markos. Nëna jote është një zemër. Helena qëndroi aty duke mbajtur pjatën e lagur me një të ftohtë që i përshkoi shtyllën kurrizore. Ajo sapo kishte parë diçka që nuk arrinte ta emërtonte, diçka të errët, diçka të rrezikshme. Por kur pa të birin, ai po i buzëqeshte Veronikës sikur ajo të ishte gjëja më e çmuar në botë. Helena mendoi, mos vallë po imagjinoj gjëra. Mos është thjesht xhelozi nëne? Vendosi të mos thoshte asgjë. Ende jo. Por Veronika kishte filluar lojën e saj. Dhe rregullat ishin të thjeshta, ta shkatëronte Helenën pak nga pak, pa lënë gjurmë, derisa ajo të ishte vetëm një hije në jetën e Markos. Dhe pastaj, kur martesa të ishte e siguruar dhe paratë të garantuara, ajo do ta përfundonte punën. Muajt në vijim, Veronika u bë një prani e vazhdueshme në jetën e Markos. Ata hanin darkë bashk pothuajse çdo natë, udhëtonin në fundjavë, postonin foto perfekte në rrjetet sociale. Dhe çdo javë që kalonte, Marko largohej pak më shumë nga nëna. Nuk ishte faji i tij. Veronika ishte e hollë në manovrat e saj. Dashuri, nëna jote nuk do ta pëlqente atë restorant francez. Është shumë i sofistikuar për të. Le të shkojmë vetëm ne të dy. Ose, i dashur, ai event është blat këtije. Nëna jote do të ndihej në siklet. Më mirë mos ta ftojmë. Dhe Marko, i verbuar nga dashuria, pranonte. Mendonte se po e mbronte nënën nga situata të pakëndshme. Helena e ndjente distancën duke u rritur. Telefonatat u ralluan, drekat e së dielës filluan të anuloheshin dhe gjithmonë kishte një justifikim. Derisa një mbrëmje, 6 muaj pas atij dreke të parë, Marko e telefonoi Helenën me një lajm. Ai ishte pa frym nga lumturia. Mami, i propozova për martesë. Veronika tha po. Do të martohemi. Helena e shtrëngoi telefonin. Zemra i ishte e rëndë, por zëri i djalit ishte aq plot gëzim sa nuk arriti t'i apriste momentin. Urime, biri im, Zoti ju bekoft. Kur e mbylli telefonin, Helena u ul në divan dhe, për herë të parë pas shumë vitesh, qau. Përgatitjet e dasmës filluan menjëherë. Veronika donte që gjithçka të ishte perfekte. Ose më sakt, ajo donte që gjithçka të ishte e shtrenjtë, shumë e shtrenjtë. Marko nuk kurseu asgjë për ta bërë Veronikën të lumtur. Ai kontraktoi furnitorët më të mirë të New Yorkut. Fustani i nuses kushtoi një pasuri. Lulet do të importoheshin nga Holanda. Vendodhja e zgjedhur ishte Grand Plaza Hotel, një nga më luksozet e qytetit me kapacitet për 300 të ftuar. Dhe pikërisht gjatë përgatitjeve, fytyra e vërtet e Veronikës filloi të shfaqej gjithnjë e më shpesh, por gjithmonë kur Marko nuk ishte pranë. Ah, sigurisht. Veronika shkëmbeu një vështrim me organizatorin dhe qeshi. Gjëja më bazike. Marko nuk e vuri re tonin. Ai ishte i zënë duke folur me organizatorin për dekorimin e tryezës së ëmbëlsirave. Veronika u përkul drejt Elenës dhe i përshpëriti, vë bas që ju do të doni tortë karote në dasmë, apo jo? Atë tortën shtëpiake që bëni ju. Toni ishte plot për çmim. Faqet e Elenës u skuqen, por ajo nuk u përgjigj, por kjo është një dasmë e nivelit të lartë, zonja Elena. Nuk mund të shërbejmë mysafirëve tortë nga kutia, vazhdoi Veronika me zë të ulët. Elena e gëlltiti poshtërimin. Donte të ngrihej e të largohej, por qëndroi për Markon. Kur degustimi mbaroi, Marko i mori dorën nënës. Mami, faleminderit që erdhe sot. Do të thot shumë për mua. Elena buzëqeshi me zor. Gjithmonë, biri im.
Në parking, para se të hynte në makinë, Elena pa Veronikën duke u përshëndetur me organizatorin. Nusja ishte në telefon dhe Elena, pa dashje, dëgjoi një pjesë të bisedës, po, dua tort me 2 kate. Asgjë shumë të tepruar. Jo, mos vendosni emrin e saj askund. Është dasma ime, jo e saj. Elena u ngrirë. Para se ta përpunonte, Veronika mbylli telefonin dhe u kthye, gati duke u përplasur me Elenën. Ah, zonja Elena, ende këtu, toni ishte i bezdisur. Po largohesha. Sa mirë do me thënë, sa mirë që erdhët sot. Ishte edukative. Veronika buzëqeshi dhe kaloi pranë saj duke lënë pas një parfum të shtrenjtë. Elena u nis drejt shtëpisë me duar që i dridheshin mbi timon. Atë natë, shoqja e saj më e mirë, Koncepcionja, e vizitoi. Ato ishin mike që nga fëmijëria. Elena, dukesh tmerrësisht, tha sapo hyri. Elena shpërtheu dhe tregoi gjithçka. Koncepcionja dëgjoi në heshtje. Kjo vajzë duhet zbuluar. Nëse Marko nuk të beson, do të jemi më të zgjuara. Ajo telefonoi një hetues privat, Robertin. Pas 2 javësh, Roberti e thiri Elenën. Në zyrën e tij të vogël, ai hapi dosjen. Veronika Sankler nuk është emri i saj i vërtetë. Quhet Veronika Santos. Ai tregoi dokumente, 3 martesa me burra të pasur, divorce të shpejta, marrëveshje me qindra mijëra dollar dhe një proces i rrezikshëm për falsifikim. Pastaj ndezi një audio. Zëri i Veronikës ishte i ftohtë, Marko është jackpoti im. Pas një viti divorcohem dhe dal me të paktën 2 milion. Lotët i rrivnin Elenës. Roberti e paralajmëroi, mos i tregoni ende Markos. Prisni ditën e dasmës. Ajo do të bëj diçka publike. Elena mblodhi guximin. Ditët kaluan me ankth. Veronika vazhdoi poshtërimet. Në çajin e pajës, ajo përqeshi dhuratën e Elenës. Tenxhere? Sa praktike, qeshi. Elena duroi duke pritur. Të shtunën, dita e dasmës, Grand Plaza Hotel shkëlqente. Elena u ndje e vogël mes luksit. Marko e përqafoi. Mami, je e bukur. Ai e çoi te tryeza kryesore. Elena ngriti kokën. Ajo ishte gati. E vërteta do të fitonte. Këtu pranë meje, aty ku duhet të ulet nëna e dhëndrit. Elena ndjeu një lehtësim të madh. Pra, Veronika nuk kishte arritur ta largonte nga tryeza kryesore. Por kur Veronika u shfaq, mahnitse në fustanin e bardhë të nusërisë që kushtonte një pasuri, Elena pa qartë acarimin në sytë e saj sapo vuri re se Elena ishte ulur pranë Markos. Ceremonia ishte e bukur. Marko qau kur pa Veronikën duke hyrë. Betimet ishin romantike, plot premtime dashurie të përjetshme. Elena i ndoqi të gjitha me zemër të shtrënguar, duke e ditur se gjithçka ishte një gënjeshtër. Pas ceremonisë, të ftuarit u drejtuan drejt sallës së banketit. Dekori ishte marramendës, tavolina me aranxhime të larta lulesh të bardha e të arta, një pistë vallëzimi gjigante dhe, në cep, tryeza e ëmbëlsirave me tortën e dasmës me 2 kate në qendër, një vepër arti me detaje të arta. Helena ishte ulur në tryezën kryesore, pranë Markos. Në anën tjetër ishte Veronika, e rrethuar nga shoqet e saj të pasura. Darka u shërbye, karavide, filetovici, vera të shtrenjta. Gjithçka dukej tepër perfekte, tepër artificiale. Erdhi radha e fjalimeve. Baba i Veronikës, një burr i thjesht që dukej po aq i huaj sa Elena në atë ambient, mbajti një fjalim të shkurtër dhe emocional. Veronika buzëqeshi, por ishte e tensionuar. Pastaj Marko u ngrit dhe tha, tani nëna ime do të thotë disa fjalë. Elena nuk e dinte që do të fliste. U ngrit duke u dridhur dhe foli me zë të thyrë për dashurinë dhe sakrificat e saj për të birin, duke uruar që ai të gjente një dashuri të vërtetë që respekton rrënjët dhe njerëzit që e kanë rritur. Të ftuarit duartrokitën me edukat. Marko ishte i prekur. Veronika, jo. Ajo u ngrit pa pritur. Edhe unë dua të them diçka. Zëri i saj ishte i tendosur. Ajo nisi të fliste për njerëz që nuk din vendin e tyre, që bëhen barë. Salloni heshti. Pastaj ajo tregoi drejt Elenës dhe e akuzoi hapur. Marko u përpoq ta ndalonte, por Veronika kishte humbur kontrollin. Ajo e ofendoi Elenën me fjalë mizore, duke e poshtëruar para 300 vetëve.
Elena u ngrit e dridhur dhe ju përgjigj me qetësi se ajo nuk i përkiste botës së dukjeve, por kishte dinitet dhe të vërtetë. Kjo e çmendi Veronikën. Ajo u kthye me vrap drejt tryezës së ëmbëlsirave, kapi tortën e dasmës me 2 kate dhe, para britmave të njerëzve, e hodhi drejt Elenës. Torta e goditi drejt për drejt duke e mbuluar me krem dhe sheqer. Salloni shpërtheu në kaos. Kamera u ndezën. Marko mbeti i ngrirë. Elena, e shkatëruar dhe duke qarë, u kthye dhe u largua pa thënë asnjë fjalë. Marko vrapoi pas saj. Në parking e përqafoi duke kërkuar falje mes lotëve. Aty u shfaqen edhe Concepciona, Pietri dhe hetuesi Roberto Silva. Roberto u tregoi të vërtetën, dokumente, martesa të mëparshme, mashtrime dhe audio ku Veronika pranonte planin e saj. Marko u shemb, por më pas u ngrit me vendosmëri. Ai u kthye në sallë, mori mikrofonin dhe, para të gjithëve, zbuloi kush ishte në të vërtetë Veronika Santos. Kur audion u dëgjua në të gjithë sallën, heshtja ishte totale. Pastaj, një duartrokitje filloi dhe pas saj e gjithë salla. Jo për Veronikën, por për Elenën dhe për të vërtetën që më në fund kishte dalë në dri. Të gjithë po duartrokisnin drejtësinë, po duartrokisnin Helenën, e cila qëndronte në hyrje të sallës, ende e mbuluar me tortë, por tani me kokën lart dhe shikimin krenar. Veronika shikoi përreth dhe e kuptoi se ishte krejtësisht vetëm. Shoqet e saj ishin zhdukur. Të ftuarit e shikonin me përbuzje. Edhe prindërit e saj dukeshin të turpëruar. Ajo provoi kartën e fundit. Marko, të lutem, unë të dua. Vërtet. Marko ju përgjigj me zë të ftohtë, ti nuk e di çfarë është dashuria. Ai zbriti nga skena dhe u afrua drejt saj. Dashuri është ajo që nëna ime ka ndjerë për mua gjithë jetën, duke punuar derisa i gjakoseshin duart, duke hequr dorë nga gjithçka, duke u poshtëruar nga ti dhe përsëri duke heshtur vetëm që të mos më humbiste. Kjo është dashuri. Ti dashuron vetëm paran. Pastaj u kthye nga salla. Kjo martesë është e anuluar. Mund të largoheni. Dhe ti, Veronika, gjithashtu. Veronika mbeti në mes të sallës, e ekspozuar para të gjithëve. Të ftuarit nisën të largoheshin një nga një, duke i hedhur vështrime përçmuese. Disa gra tunin kokën me neveri, burrat pëshpërisnin mes tyre. Gjithmonë më dukej e çuditshme, tha dikush. I gjori Marko, sa fat që e zbuloi në kohë, tha një tjetër. Shoqet e pasura të Veronikës, që kishin qeshur me të kur Helena poshtërohej, u zhdukën si tym. Ato ishin aty vetëm për statusin dhe luksin. Tani, të ishe pranë Veronikës ishte turp. Prindërit e saj ju afruan të dëshpëruar. Babai, ai burr i thjesht që kishte mbajtur fjalimin prekës, kishte syt me lodh. Veronika, çfarë u bëre? E pyeti me zë të thyer. Nëna e saj vetëm tundi kokën dhe u largua, e path ta shikonte të bien. Veronika u përpoq të dilte nga hyrja kryesore, por fotografët dhe disa të ftuar që filmonin me celular ishin aty. Largimi i saj do të regjistrohej, ecja e turpit do të përhapej në rrjetet sociale. Ajo vrapoi nga prapaskena e hotelit dhe doli nga një derë shërbimi, me fustanin e nusërisë tërhequr zvar në dy shemen e ndotur, të njollosur nga kremi dhe lotët. Thiri një Uber dhe u largua në mënyrën më poshtëruese të mundshme. Ndërkohë, brenda sallës, Marko ju afrua Helenës dhe e përqafoi gjallë. Nën, nuk di si të kërkoj falje, që nuk të besova, që e lash të trajtonte ashtu. Helena i përkëdheli flokët. Ti u mashtrove, birë. Ajo ishte e zonja në atë që bënte. E rëndësishme është që tani e sheh të vërtetën. Si mund të më falësh? Sepse je djali im. Dashuria e nënës nuk ka kushte, nuk ka kufi. Helena buzëqeshi mes lotëve. Disa të ftuar u afruan për t'i kërkuar falje Helenës, duke i thënë se nuk e meritonte atë që i ndodhi. Një burr i moshuar, pronar i një kompanie të madhe teknologjie dhe mik i Markos, i shtrëngoi dorën. Zonja Helena, kam rritur 3 fëmijë vetëm. Sot pash një grua me karakter dhe forcë. Pietri erdhi me një peshqir dhe ujë, ndërsa Concepciona e shoqëroi Helenën në banjën luksoze të hotelit. Aty ajo lau flokët, pastroi fytyrën dhe, kur u pa në pasqyrë, pa një grua të lodhur, por fitimtare. Mbaroi, tha ajo. E vërteta fitoi, ju përgjigj Concepciona. Unë nuk doja të fitoja. Doja vetëm të mbroja djalin tim. Më pas, Marko, Roberto dhe Pietri folën për hapat e ardhshëm.
Roberto shpjegoi se Veronika nuk kishte asnjë shans ligjor për shkak të marrëveshjes paramartesore dhe provave të shumta. Marko u ndjej i lehtësuar, por ende i tronditur. Helena ju afrua, "Bir, hajde të shkojmë në shtëpi." Në rrugën e kthimit, Marko i tha se donte të bënte diçka të madhe për ta nderuar. Vendosi të krijonte një fondacion për të ndihmuar nënat beqare. Do ta quaj fondacioni Helena Ellington. Helena u mbush me lot gëzimi. Në javët që pasuan, historia u përhap. Videot u bën virale. Veronika humbi gjithçka dhe u kthye e mundur në shtëpinë e prindërve. Ndërsa Helena dhe Marko rindërtuan jetën e tyre me drekë familjare çdo të diel. 6 muaj më vonë, fondacioni u inaugurua. Helena foli me emocion për dinjitetin dhe karakterin. Historia e tyre u bë frymëzim. Në një nga aktivitetet e fondacionit, Marko njohu Sofin, një mësuese arti e thjeshtë dhe e sinqertë. Dashuria e tyre lindi ngadalë, pa luks, por me të vërtetë. Një vit më vonë, Marko i propozoi martesë Sofis në shtëpinë e Helenës. Ajo pranoi mes lotëve. Dasma ishte e thjeshtë, plot dashuri. Në fjalimin e saj, Helena tha se e vërteta gjithmonë fiton dhe se pasuria më e madhe është dashuria e sinqertë. Në fund, Helena e kuptoi se kishte fituar jo sepse e keqja u zbulua, por sepse nuk humbi kurrë thelbin e saj. Dhe dashuria, më në fund, triumfoi.